Sektori tatim taksave nëpërmet ka përmbushur 85% të planit të ardhurave për periudhën janar-shtator. Drejtoresha Etleva Miftari e cilëson këtë një tregues pozitiv, por thekson se sfidë mbeten kryesisht bizneset e vogla, të cilat ende nuk kanë shlyer detyrimet ndaj bashkisë. Krahasuar me periudhën e vitit të kaluar, jemi shumë herë më mirë, kemi kaluar aty te 140%. Vjeljen e të ardhurave. Konkretisht kemi aktiv 120 subjekt, të cilët kanë detyrimet pashlyera. Por kemi edhe debitorë të tjerë, të cilët i kanë mbyllur aktivitetin e tyre dhe nuk ndodhen të pranishëm në qytet, të cilët edhe po i evidentojmë duke gjetur mënyra se si mund të mbledhim këto detyrimet prapambetura. Për vitin 2025, për mos thënë dhe viti 2024, vjelja e të ardhurave ka qenë goxha e mirë me Shahu i Sjellsin, edhe derdhja nga Shahu i Sjellsi po ka qenë prapë e mirë, na kanë derdhur në kohë vjeljen e detyrimeve. Miftari bën me dije se në rast të mospagesës do të ndërmerren masa ndaj debitorëve në përputhje me ligjin. Ka kaluar afatet kohore, në të cilat të gjitha subjektet duhet ishin paraqitur për të shlyer detyrimet, ka mbaruar dhe afatet dhe neve mos të vazhdojmë pastaj me të ndërmarrim edhe hapa, të cilat na i dikton vetë ligji, masat shtrënguese, të cilat janë deri edhe te bllokimet e llogarive. Deri më sot neve kemi arritur që për të gjitha ata subjekte që kanë llogari bankare në bankat e nivelit të dytë. Zhvillimi i turizmit ka ndikuar në rritjen e bizneseve në zonë, duke sjellë një rritje të qëndrueshme të ardhurave për bashkinë.